Përshëndetje miq. Disa herë në media serioze në botë është përmend edhe mundësia e përdorimit të bombave atomike. Një lajm, siç thojnë ata që dojnë me u fryh, që fryhen, një lajm ekskluziv për juve, po ja vjap se sot 36 aeroplan, prej tyre që bartin edhe koka bërthamore, janë ngritur nga aeroportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një destinacion të panjohur, por që pas pak kohe janë pase janë drejtuar ka kontinenti i Evropës. Miq, për shkak se ndoshta me të drejtë po ankoheni, për shkak të gjatësisë së këtyre videove që po i ndaj me juve, unë do të mundohem që t'i bëj videot më të shkurta. Tema e sotme këto është kryesisht Turqia, kërcënimet që janë duke ju bë Turqisë, lufta që do me që po i troket në derë, si dhe përgatitje të jetë strikte që është duke i bërë Turqia e sidomos ushtria dhe miti i saj. Gjendja është më e ndjeshme se sa mund të shihet në media të rëndëmta. Përveç asaj që e shkrova në lidhje me Turqinë sot para një 3-4 ore, një ish zyrtar shumë me pesh i Pentagonit, Michael Rubin, e ka shkruar një artikull në të cilën ai shprehet se lufta Izrael-Iran është vetëm një provë e një lufte që do të ngjajë, do të ndodhë midis Turqisë dhe Izraelit. Pse e mora serioze këtë studim dhe pse po e trajtoj tash une mendimin e Michael Rubinit? Sepse po mlidhet me ato që i përmena periodikët, të cilët i kam lexu dhe herë, bile jo herë, po shumë herë i kam nda me ju këto. Shikoni, të respektuar, çështja kurde për Turqinë është jetë a vdekje. Turqia ka harxuar qindra miliarda dollar, ka dhënë dhjetëra mijëra viktima, qoftë si ushtar të vdekur në front, qoftë si rezultat i shpërthimeve terroriste që i bënte PKK-ja. Turqia është shteti i cili më shumë se njëherë në nivelet më të larta ka deklaruar se mund të djegët rajoni nëse insistohet edhe me tutje në krimin e Kurdistanit. A thua për shkak se Turqia është armiqësor ndaj kurdëve? Kurrën e kurrës. Përkundrazi, është shteti në rajon që më së shumti apo më së miri është sjell jo vetëm me kurdët, por me të gjithë popujt të cilët jetojnë në Turqi dhe janë naturalizuar. Kurdët, një popull i lashtë në lindje të mesme historikisht, si që kam spjeguar në artikullin në 3 vazhdime, dosja kurde, ka jetuar në qatë pjesë ku është. Deri para shpërbërjes së perandorisë osmane, ai popull ka qenë aty pjesë integrale e perandorisë e civilizimit osman, siç kanë qenë edhe kombet dhe popull tjerë. Para perandorisë osmane, Selgjokët e ata tjerë, perandori të cilët kanë qenë të formuara nga popull të ndryshëm. Bile se kanë kshyrë fort kush çka është çfarë gjuhë, i ka bashkuar ideale, sidomos përpara ideale fetar. Feja është ajo që ka qenë në mjet identifikimi apo dallimi në mes njerëzve dhe popujve. Pas shpërbërjes së perandorisë osmane, kur fillojnë të krijohen këto shtetet që i njohim sot në lindjet mesme, këto kurrë përpara këto kufi nuk kanë qenë. Animo kjo kufini i Jordanis, animo Jordania, që kjo shteti shka sot që kjo mbretëria. E kini pat që ka të kaçepin dalt jashtë, ajo quhet lemza e Churchillit. Do me thonë, edhe i dehur kur ka qenë Churchilli, si pas asaj që shkruhet,
s'është me rëndësia ka është e vërtet apo egzagerim, por i nda me një hartë për një bure, edhe i ka nda hartat i ka nda shtetet në hartën e lindjes e mesme. Ata të cilët i ka nda shtetet në lindjet e mesme kanë qenë fuqit fituse të luftës së parë botnore. Dhe kjo gjithmonë ndodh. Fituesi në luftë ai është i cili i imponon dhe i dikton pastaj bisedimet, interesat dhe rrjedhat e mëtutjeshme. Jo humsi. Hums ka qenë perandoria osmane. Rrjedhimisht Turqia si pasardhëse e asaj perandorie osmane. Atë botë, në marrëveshje të ndryshme e Sevrës 16 gosht 2020, e Lozanës 2023, Turqia ka pas problemin e vetvetes, turqit e kanë pas problemin e vetvetes qysh me nxjerr sa më shumë që është e mundur territor nga ajo që ja kanë marrë krejt si perandori osmane dhe ka qenë e shtrirë në 3 kontinente. Në këtë kohë, ata të cilët krijojnë shtete janë britanikët, rusët, francezët, deri diko amerikanët dhe fuqit fituse të luftës së parë botnore. Mos u mashtroni me zhargone politike të cilat thuhen dhe përpilohen mbi baza ditore. Pa marrë parasysh, a vje informacioni nga lindja, nga verja, nga jugu, nga perëndimi. Jo, ti ke drejt ta duash një anë të botës ma shumë, por nuk ki të drejt që atë ta prezentosh para njerëzve si e drejta e vetme, apo si e drejta absolute. Bota ka 4 anë. Çdo gjë, edhe moneda i ka 2 anë. Do të shikuar andej e këndej, po flas sidomos në çështje të cilat trajtohen seriozisht, shkencërisht. Kur të folësh, kulil haqqa walau kana murran. Thuje të vërtetën edhe nëse është e idhet, por nëse nuk do me e thonë, mos e thuj. Ama kur ta thush, thuaje të vërtetën. Kurdët pra, meq, janë problem, çështja kurde, është problem serioz. Dhe me që është e këtil, ky problem kurd, natyrisht është kriju e më pastaj përdorur nga fuqit të cilat i kanë imponue dinamikat politike, diplomatike, ushtarake në lindjen e mesme, dhe kjo nuk është pse unë po dua ta kritikoj këtë, jo. Fuqit e mëdha janë ato të cilat i përcaktojnë fatet e popujve të vegjël dhe fatet e popujve të cilët kanë qenë pjesë e një perandorie të mëparshme. Kështu ka ndodhur edhe me perandorinë romake, kështu edhe me bizantine, kështu ka me ndodhur edhe në të ardhmen. Perandoria humse do të paguan gjithmonë çmimin e të qenurit për perandori më parë, pushtuse apo zgjeruse apo shliruse, çfarë do që të jetë, dhe vendet që janë aty, popoj që janë aty, do të bartin mbi supët e tyre pastaj peshen dhe dëmin eventual që ju shkaktohet nga ndarja sipas interesave të fuqive fituse. Që kjo çështje kurde është përdorur nga jashtë për ta mbajtur të tensionuar situatën me gjithë çështjet të tjera bashkërisht. Një ndër shtetet që më së shumti ka luftuar ose është përpjekur që çështjen kurde ta shtyej përpara është Izraeli. Ndërsa pas Izraelit në mënyrë shumë normale është Amerika që e ka dëshiruar këtë. Sepse përgjatë mbajtjes së tensionuar të çështjes kurde e mban të tensionuar rajonin. Rajoni, shtetet e rajonit pastaj, kur t'ju krijohen çështje të këtilla, probleme të këtilla, ata detyrohen me harxhu para shumë, mund, njerëz, kuadro, katedra, studime, luftë edhe, për ta shpjeguar dhe menjanuar atë problem i cili i është krijuar. Çështja kurde është një prej këtyre. Lufta e tanishme
Izrael-Iran. Është kapitulli i 7 i luftës së nisur sidomos nga viti 2001, atëherë kur me 23 tetor të vitit 2001, e thash në videon e kaluar, Shtëpia e Bardhë ja dërgon një shkresë, një urdhëresë Pentagonit, top sekret, më pastaj zbulohet se çfarë duhet të veprohet pas datës 11 shtator 2001 në lindjen e mesme. Nisur nga Iraku, Sefte, pastaj Somalia, pastaj Sudani, pastaj Libia, pastaj Libani, pastaj Siria 6 dhe kapitulli i 7 Irani duhet të ndryshojnë në themel. Përse Irani? Sepse Irani dihet që ka qenë shtet, është dhe do të jetë e dashtum apo nuk e dashtum. Do të jetë shtet i cili do t'i imponon dhe dikton dinamikat brenda lindjes e mesme dhe dinamikat e jashtme të fuqive të mëdha në raport me lindjen e mesme. Jo rasisht, miq të dashur, e kam shkruar me germa dhe e kam thënë se për me njoh botën si krijohen konstelacionet, nëse nuk e nje lindjen e mesme, je i mangët ose i vonuar të them më bot. Për me njoft lindjen e mesme, do të me njoftën shumë mirë Izraelin dhe çështjen palestineze. Dhe për me njoft Izraelin dhe çështjen palestineze, edhe më thellë pra lindjen e mesme si frymon, do të patjetër dhe patjetër me njoft Iranin. Andaj, duke njoft këtë paradigmë une, jam marrë ndjes nëse po flas ka njerën në vetën e parë. Po për shkak të kombinimit apo të përpilimit fjalive, të artikulimit të çështjes, jam marrë shumë seriozisht me Iranin. Vizitat të cilat i kam bërë atje të shumta, 10 herë, nuk jo për shkak se kam dashur me e bo, po për shkak se kam jetu në atë pjesë të botës në Dubai ku lëvizja ka qenë herë turizëm, herë shitblerje, herë tregti, herë ndonjë ligjëran, ndonjë kur ishte koha për nevoja për njohje të Kosovës, kam shkuar vetë me parat e mia dhe jam taku 2 herë me ministrin e jashtëm iranian El Motteki, nëse ju kujtohet, atë botë kur ishte dhe kam kërkuar mendimin, mos them njohjen, se kam qenë një qytetar i rëndëmt i Kosovës, por e kam bënë për shumë shtete. Nëpërmes me ndihmën e miqve të mi në Emirate, e aty ka pastaj edhe Amerikan, edhe Turq, edhe të vendeve të tjera. Rënimi i Iranit është mbyllja e kapitullit të 7, dhe ky kapitulli ka veç 7, kjo ngjarje, pra, ky proces i ka 7 kapitull. I 7 është Irani. Nëse arrihet të rënohet Irani, në kuptim më të butë, të ndryshohet regjimi, që kanë me i përdor të gjitha mënyrat për ta bërë, se a do të bëhet ajo, e a do t'i gjuhen Turqis ajo, e raketat e tjera që po përdoren sot, andeje këndej, a do të përdoren ka, nuk e di. Por e di 100% se edhe Allahu ka raketat e veta të cilave ju shkruan në murin e tyre raketa kun fejekun. Raketat e Zotit quhen kun fejekun. Nënte është edhe një princip, një reaktor bërthamor, po flas me këtë terminologji, një reaktor bërthamor i Allahut që e kalon në dorën e njerëzve, në hyrje shkruan Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nëse njerëzit nuk punojnë për të ndryshuar gjendjen e tyre, Zoti këshyr pejslarti. Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin. Zoti nuk ndryshon situatën e dikujt,
e një popull, e një shoqërie, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Derisa ata nuk fillojnë të ndryshojnë në veten e tyre. Derisa ata nuk e kuptojnë. A thash dje, nuk dua të jam dualist, po mendoj deist. Deizmi, tham, është koncepti filozofik i cili tek krijimi, tek raporti absolute relative, Zot, ekzistencë, thot se Zoti e ka krijuar botën dhe pastaj i ka vendos ligjet paraprakisht dhe shikon nga jashtë. Nuk ndërhyn në asnjë moment në botën. Ligjet e Zotit veprojnë aty. Që ky ajet ka pak ngjyrime deiste. Inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nuk e ndryshon Zoti, nuk ndërhyn Zoti pa lëvizje. Dhe gjithsesi, gjendja e tanishme në Iran, siç thot Mike Robin, është një provë e fuqive e Izraelit, e Amerikës, unë këto emna tash, një provë e një lufte të ardhshme që ai propozon, konstaton se mund të ndodh midis Turqisë dhe Izraelit. Dhe kjo luftë do të jetë shumë më shkatërrimtare se luftat e deritanishme në lindjen e mesme. Për shkak se kemi të bëjmë me një Turqi, me një përgatitje subpersonike. Mike Robini, në artikullin e tij, të cilën e boton, po e jap referencën, National Security Journal, thot se Turqia është duke ecur dhe ka vepruar sikur Irani, ndërsa Erdoganin e përshkruan sikur Khomeini dhe Hamnei i tanishëm. Dhe Turqia e ka shqetësuar botën, e sidomos botën perëndimore, me mosdëgjueshmërinë e saj dhe kokforcinë e Erdoganit, i cili nuk po i dëgjon të tjerët. Përkundrazi, konstaton Michael Robin, Turqia është forcuar tepër në industrinë ushtarake vendore dhe sidomos në industrinë e aviacionit. Po, është fakt, të njëjtën fjali mund ta shqiptosh me intonacione të ndryshme, kontrare, kontradiktore, me intonacion pozitiv dhe me intonacion negativ. Për ata të cilët Turqinë e shohin si një rrezik potencial për lindjen e mesme dhe për interesat perëndimore në lindjen e mesme, Turqia është rrezik. Por për ata të cilët Turqinë e shohin si një faktor stabiliteti, që një faktor që në fakt e ka luajtur një rol nivelizues, një rol qetësues, këta askush nuk mund ta mohoj, dhe një rol tani, siç është në luftën Ukrainë-Rusi, të njëjtën fjali mund ta thet me intonacion ndryshe që të reflekton pozitivisht. Po, Turqia është forcuar tej mase. Po e prodhon tash aeroplanin Kaan, K-A-A-N, që po i shet botës, vetëm Indonezisë tani në vlerë 20 e diçka miliard dollar. Afër 200 miliard dollar ka kërkesa. Dhe krejt është me motor e me çka konta është prodhim vendor. Dhe kjo është kërcënimi më i madh që një shtet mund t'ja bëj shteteve kundërshtare. Cili është ai pra, kur ti nuk je i nevojshëm fare për ndihmën, për produktin, për këshillën, për mësuesin, për shkencëtarin e vendit të tjetër konkurrent, mos ta quaj armiqësor. Nga kjo perspektivë, Turqia ka bërë një hap gjigant përpara, që i ka thye ligjet e dinamikave aktuale të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shumë shpejt ka hec. Janë disa shtete të cilat kanë hec shpejt. Ta zonë Brazile, zhvillime enorme. Kjo Afrika Jugore, pastaj Koreja, pastaj
India ta quaj, edhe India, por jo me një shpejtësi enorme si që e ka bërë Turqia. Prodhimi, unë e shpjegova atë dite, se sa kushton në kohë, në pare, në njerëz, në kuadro prodhimi një bombë atomike. Për me i bo 20 kg uranium dhe me prodhue bombën më të thjesht atomike, me vite të tëra dohet punë dhe me $100 miliarda harxime. Njëjtë kështu, për me zhvillue industrin ushtarake të aviacionit, ty dohen njerëz, dohen ambiente, dohet logistik, dohet materiali, dzehja, kauçuku, hekuri, alumini, dohet baroti, për me i bo krejt tuat personale të shtetit tënë, autoktone, vendore, do zhvillim i gjithanshëm në të gjitha rrafshet tjera. Si kur ujin kur e gjun në cement, që e shtrojme. E ke pas shiko do bira uje. Uji nuk hec për para, kur e lëshën ujin, pa i mush birat një ka një. Tu i mush të hec për para. Zhvillimi industrial, ushtarak, sidomos i aviacionit, i Turqis, i ka mush të gjitha ato birat e nevojshme dhe ka arrit deri aty sa të konsiderohet kërsnim. Këtë kërsnim nuk mundet me e bajtën Izraeli. Sepse që ky kërsnim, ta quaj pra, që ky shtet i cili nuk po lejon, tani më, si kur edhe shtetet e tjera, por që eshe jet avdekje, krimin e Kurdistanit i pengon Izraelit. Përse? Sepse Izraeli Kurdistanin do të ka aleatin e vetëm dhe kryesor, në përmes të cilit, po flas me këtë gjuhën pak popullor që i mshon çekiç cili do shtet atyhet. Dhe kur krijohet që Kurdistan, nga toka e Iranit, ku ka kurd atje, Iraku zati është bo aty Kurdistani verior i Irakut, në Siri ka është YPG-ja, pjesa veri lindore e Siris, që ky Kurdistan ka me kërku e zgjerimin edhe në tokën e Turqis. Dhe Turqia aty e plas atomin. Në bazë të deklaratave të cilat i ka thonë. Turqia nuk duron aty që të preket interesi i saj. Andaj që në fillim e përshkrova qëndrimin dhe përvojën turke në lidhje me këtë rrezik që po i kanoset. Për realizimin e një projekti të Izraelit të madh, për realizimin e asaj ëndre, apo ati premtimi të Zotit të cilin javë paska bo hebrejve, që kini drejt me i vra edhe fëmijet në foshnje të këtyne, si bi thojnë, si i qunaj Erdogan, kë Netanyahu, Amalekve. Amalek janë çdo gjallis që nuk është hebreje dhe ka të drejtë të vritet në interes të hebrejve, të Izraelit. Pra, për realizimin e kësaj ëndre që javë paska premtue Zoti krimin e Izraelit të madh, ardul maw'ud, thuhet në gjuhën arabe, toka e premtuar, atëherë pengimin e kësaj e bën vetëm Turqia. Për këtë arsye, ky Mike Rubin thot, është e pashmangshme një luft midis Turqis dhe Izraelit. Dhe kërkon, i bën thirrje vendeve perëndimore, tekstualisht po e citoj, që të jeni të kujdesshme me Turqin, sepse Turqia është duke ecur në drejtim të gabuar, shprehja tekstuale e Mike Rubinit. Mike Rubin, por nuk është i vetmi, shkon më tutje dhe e përmend centralin bërthamor Akkuju, që është undrishte Mersini atje. E përmend. Dhe, që apet po du me u këthyje në fillim atje, bre, me u thirë në vetën e parë, me këto periodikët që thash me i lezue. Periodikët, analizat, fjalë të cilat jenë bo, sinjalet të cilat i japin studimet në për periodik, i komunikojnë tërthorazi shteteve me të cilat dëshirojnë të qojnë një mesazh. Mike Rubin, po i thot Izraelit
se centrali atomik Akkuju në Mersin, që është nga Iranit edhe Sirijes atje, është ndërtue për qëllime bërthamore. Me gjithë që Erdogan, po thët Mike Robini, disa herë ka thonë se ky central bërthamor është për qëllime shkencore dhe për qëllime energjetike. A ju kujtohet ai dalimi në centrifuga që zhdohen atomat më të lehta 235 të uraniumit për të bë bombë dhe 238 që shmbeten mrena në thelbin e centrifugës aty për të përdorur në burime energjetike. Pra nuk është kur e mrinte forcën dhe nivelin me bëhen një central atomik ku prodhon uranium, ti nëse ke mritë 238 U-238 për përdorimet të energjisë elektrike dhe nevojave të tjera, ti nuk e kiron tani pa me shkue të 235, ato atomat e vogla dhe me i bon 20 kg, 30-50 lëng e gaz e sene me prodhue bombën atomike. Dhe ky, në këtë studimin të cilin jam të e përmen, po i thët Izraelit se ai central bërthamor është i njëjtë si kur centralet bërthamore brenda Iranit. Andaj ke kujdes. Unë tash interpretimi jam, andaj në mojsh qoj Mossadin atje, qoj do ata hebrej që janë të jetua në Turqi, përdori mirë si që ke përdor ata 10.000 në Iran, pastaj mundov në përmes mënyrave të ndryshme, kuadrove të shkolluara, trektise, biznesit e prodhimit e sena në Turqi ka bajage, hebrej me potencial të madh ekonomik. Atje, këshëri këta njerës, shtini, dhe më thonë, shtinin përdorim sepse të dohen. Dhe, qka është ma e keqja, po, Mike Rubin thëtë se Turqia, Erdogani, është duke e mbështetur terrorizmin nëse jo ma shumë se Irani së paku sa niveli i Iranit po. Dhe kjo Turqi do të ndalet. Sepse Turqia as nuk ka kërku falje për mbështetjen që ja ka bo Hamasit, organizatës terroriste të Hamasit, që shtë kë, e as nuk e ka ndalë mbështetjen. Për kundrëzi, Turqia ka krijuar probleme edhe në Libi. Turqia është e interesuar edhe në Somali. Turqia është e interesuar edhe në vendet e lindjes të gjirit persik, Katari, Saudia atje. Turqia po bën përpjekje me rregullu punët edhe me Egjiptin. Turqia e ka zaptu atë pjesën që ja ka dhënë Allahu të ujrave të Mesdheut. E të cilën Greqia de fakt është deri në 6 kilometra afër kufirit të Turqisë. Imagjinoni ujrat kur janë da, ujrat e Greqisë në Mesdhe janë 1000 kilometra, ku me ditë sa, nuk e di sa, mëse merë një këta, janë me 100 kilometra larg Bregdetit, Turqisë i kanë shkuar deri në 6 kilometra dhe qëto gjysa i kanë thënë. Pra, Turqia po bën përpjekje me ushtrije në lindjen e mesme, me ushtrije në Mesdhe, po e lyp hakun thjesht. Andaj kjo Turqi dohet të ndalet. Prania e Turqisë në NATO, sipas Mike Rubio, është problemi më i ndërlikuar. Dhe mund të reagon Izraeli kundër Turqisë vetëm nëse NATO e njeh Turqinë si agresor dhe më pastaj vendos ta zbatoj nedin 5 të kushtetutës, si me thonë, të NATO-s. Këtu NATO, si konsensus, ta quaj kështu, mund të funksionoj kundër Turqisë vetëm nëse SBA-ja, po propozon Mike Rubio, zgjedhin të përdorin veton e tyre de facto. Në luft, Turqi-Izrael do të dihej e mira dhe e keqja dhe kjo luft
thot në fund të shkrimit të tij Mike Robin, thot do të jetë më shkatërrimtarja deri më tani dhe përfundimtarja. Kjo figurë e ndjeshme amerikane, një emër i njohur dhe me peshë brenda institucionit më të ndjeshëm amerikan, e shpreh shqetësimin e vet në lidhje me Turqinë dhe këtë shqetësim thot largohet dhe pastrohet vetëm nëse ndalet Erdogan dhe Turqia. Ndryshimi i regjimit në Iran që po kërkohet dhe punohet të bëhet do të jetë model për ndryshimin e regjimit të Turqisë dhe rrëzimit të Erdoganit. Njëjtë siç do të rrëzohen, sipas pretendimeve të këtij, mund të dalin nesër realitete që unë i besoj dorën zemër, se ajo shka është thënë me 23 tetor 2001 në ato 6 shtete plus 7, pik për pik janë realizuar. Fuqia i realizon në fakt. Fuqia që ashtu e ka kriju i lumi Allah. Fuqia këtë përlam për para marava, thëshin këtë nëherë, është vështirë ma me pas e shkatu cjele. Andaj bareje pendën para prakisht, wa iddu me statatum, ka thonë Kurani. Pregadito, në mënyrë që të mos përlan marava. Dhe kjo wa iddu me statatum, nuk ka të bëj vetëm me muslimanët, po ka të bëj edhe me kombe tjera, edhe me fe tjera. Pra, kuptoj e ligjin e jetës, përgadito, në mënyrë që të mos mundet kërkush me shkel, dhe në mënyrë që të mos mundet kërkush me të ndal. Përgadito, përgaditja është ligj i natyrës, të cilën Allahu e ka vendos në ekzistencë. Përveç kësaj, Rubin nënvizon se Turqia, apo Erdogan me emën dhe me mbiemën, kërkoset tepër njëjtë si kur udhëheqësit politik të lartë iranian për zhvillimet e mëdha të cilat i ka bë Turqia në industrinë vendore të mbrojtjes. Njëjtë kështu, këtë gjuhë e kishin përdorur edhe iranianët dhe tani po e paguajnë çmimin e asaj që kanë kërcënuar dhe kanë interferuar në interesat të fuqive të mëdha, ato janë shumë akute në lindjet e mesme. Këtë paralele e bën Mike Robin për t'i treguar botës, sikur ato shkrimet në periodik, se lufta midis Izraelit dhe Turqisë, nëse Turqia tregohet pengesë e realizimit të atij Izraelit të madh, është luftë e pashmangshme. Se a do të bëhet, a nuk do të bëhet, a do të niset, a nuk do të niset, e nëse niset, kush do të fitoj, unë e përfundoj si përgjigje ndaj kësaj me fjalën të cilën e kam thënë më njëherë, nëse të tjerët kanë raketa supersonike, hipersonike, edhe Allahu e ka raketën e tij në të cilën shkruhet kun feyekun. Mirupafshim.